Të dashur banorë të Celinës, të nderuar përfaqësues e drejtues të institucioneve qendrore e lokale, i nderuari kryetari i komunës Rahovecit, Smajl Latifi, të nderuar invalid e veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, i nderuari kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, të nderuar deputet të Kuvendit të Republikës, Albena Reshitaj, Haxhi Avdyli, Ariana Musliu Shoshi, Ganimete Musliu, i nderuari ish guvernator i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Regjepi, i nderuari ish kryetari i komunës dhe ish ministri i bujqësisë, profesor Idris Vehapi, të dashur familjar të dëshmorëve të martirëve të kombit, të dashura motra dhe vëllezër, zonja dhe zotëri, në këtë përvjetor të 26-te, në çdo ditë vitit, nderojmë martirët e dëshmorët të cilët nuk janë më me ne fizikisht, por me të cilët jemi e duhet të jemi gjithnjë shpirtnisht. U nderojmë edhe juve që jeni këtu, të fortë përkundër dhembjes e pikëllimit. Krahas sakrificës së të rënëve, e çmojmë dhe duhet për herë ta çmojmë qendresën e popullit. 26 vite më parë, rreth orës 9:30 të mëngjesit, rreth 500 ushtarë të Serbisë hynë Celinë nga 4 drejtimet. Në këtë masakër i vranë 82 civil të moshave të ndryshme, 18 nga trupat i dogjen e 13 nga të vrarit ishin fëmijë. I kujtojmë me dhimbje Albanin, Bledarin, Besartin, Altinin, Albulenën, Suzanën, Burbuqen, Ramazanin, Mejremen, Gzimin, Bedrushin, Albanin, si dhe Almën, e cila ishte vetëm 18 muajsh. Masakra e tmerrshme e Celinës nuk ka ndodhur e vetme. Tërë stina e pranverës është e mbushur me përvjetor të masakrave që shteti i Serbisë i ka kryer mbi shqiptarët në Kosovë. Veçanërisht nga 24 marsi i vitit 1999, kur filluan bombardimet e NATO-s mbi Jugosllavinë e Miloševićit, pikërisht për ta ndalur gjenocidin e Serbisë, ajo i pat intensifikuar dhe brutalizuar të gjitha veprimet e saj mizore për ta përshpejtuar spastrimin etnik që synonte shfarosjen tonë. Gjatë kësaj periudhe, forcat armatosura ushtarake dhe policore serbe vranë mijëra njerëz të pafajshëm e të pambrojtur, teksa torturuan, plaçkitën e përdhënuan mijëra të tjerë, si dhe djegën e shkatruan, prona dhe pasuri me vlerë të pallogaritshme kudo në Kosovë. Po vim këtu nga homazhet në 26 vjetorin e masakrave në Tërnje, Brestoc e Fortes, e nga këtu do të bëjmë homazhe edhe në Goden të Gjakovës, në përvjetorin e masakrës atje. Ne jemi një shtet dhe shoqëri që nuk i harron e as nuk i fal krimet e kryera nga Serbia në Kosovë. Jemi republika që dita ditës po e kompleton infrastrukturën institucionale dhe ligjore e po i rrit kapacitetet për t'i adresuar krimet e kryera gjatë luftës. Jemi të vendosur në rrugën e drejtësisë, sepse shteti i Serbisë dhe kriminalët e luftës nuk do të mund të shpëtojnë përgjegjësive institucionale dhe individuale për krimet dhe gjenocidin e kryer mbi neve shqiptarët e Kosovës. Të dashura motra dhe vëllezër, nën peshën e kujtimeve të rënda, si popull kemi zgjedhur të jemi të bashkuar në dhembje, por edhe në shpresë. Ne kemi mbijetuar dhe kemi ndërtuar jetën e re në Kosovën e lirë. Ne po vazhdojmë të ndërtojmë dhe forcojmë Republikën e Kosovës së bashku, duke u siguruar që asnjë gjenerat tjetër të mos e përjetoj as për së afërmi terrorin në për të cilin kemi kaluar ne. Siguria dhe demokracia, zhvillimi dhe reputacioni i vendit ton janë lartësuar, zgjeruar e thelluar dhe janë dëshmi se si çlirimi ashtu dhe pavarësia ja kanë vlejtur fort. E dim se ku shkojmë, sepse e dim nga vim, përkulemi me shumë dhembje, dashuri dhe krenari para kujtimit të gjithë vrarëve, rënjën e tyre me fleme, me sakrificë e kemi udhërrëfim se si të ecim përpara. Të rënët për liri nuk do t'jenë kur të haruar, i përjetshëm qoftë kujtimi për ta. Roftë qoftë kombi ynë liridashës e Republika jonë përparimtare. Lavdi.